më në fund kemi një projekt buxhet të qeverisë së Partisë Socialiste, i cili ka si kryefjalë pensionistët. Më vjen shumë mirë që pas një rrugë të gjatë, pas një përpjekje të gjatë, ne kemi arritur që të krijojmë kushtet financiare, fal rritjes së ekonomisë, fal reformave që nxitën ekonominë dhe fal në radhë parë mbështetjes së palëkundur të shumicës shqiptarëve që na dhanë mundësinë të ndërtojmë një projekt afatgjat për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ne kemi vendosur, kemi angazhuar në dispozicion të pensionistëve 1.7 miliard euro plus që do të disbursohen gjatë mandatit ton të 4, duke filluar nga janari i vitit që vjen. Dhe çdo vit do të financohet 2 fishi i vitit më parshëm. Pra, çfarë pensionistët do të marrin në 2026, do të 2 fishohet në 2027, do të 3 fishohet në 2028, do të 4 fishohet në 2029 dhe do të 5 fishohet në 2030, që do të thotë do të arrijm objektivin që pensionin mesatar të plot në zonat urbane ta kemi 400 euro dhe pensionin minimal në zonën rurale ta kemi 180 euro. Është një sforco shumë e madhe nga pamja financiare, por është një sforco që ne më në fund mund ta bëjmë pasi jo vetëm është diçka që e kemi synuar dhe dëshiruar dhe është diçka plotësisht e merituar për pjesën më delikate të shoqërisë që janë gjyshri dhe gjyshet tona, por nga ana tjetër mund ta bëjmë pa cënuar pjesën tjetër, pa cënuar